Ndalemi tani në një komunikim të drejt për drejt me gazetarin tonë Sido Barkaj. Ne në fakt vazhdimisht kemi reflektuar punët që ka bërë policia, aksionet kur është edhe ndalur më së shumti gjatë periudhës së fundit. Vatrat e prostitucionit kanë qenë në fakt gjithmonë edhe në qendër të vëmendjes. Më herët ka patur disa operacione, nuk e dim nëse vjojnë ende, duke patur parasysh që ka qenë i shumtë numri i vajzave të cilat rekrutohen nga jashtë dhe më pas vinë punojnë në Shqipëri. Kemi komunikimin e drejt për drejt me Sido Barkaj. Mirëmëngjes, Sido. Mirëmëngjes, Sido. Mirëmëngjes Bregina dhe Flori, në fakt ashtu siç e thatë dhe ju, janë disa hetime të antitrafiqeve të Tiranës, se cilet janë fokusuar në goditjen e grupeve kriminale të cilet shfrytëzojnë vajza të huaja kryesisht si prostituta në Shqipëri, të paktën një fenomen i cili është kthyer në shqetësim për blut, sidomos gjatë viteve të fundit. Bëhet fjalë për të paktën 4 grupe, të cilet në fakt në bashkëpunim me njëri tjetrin, por në pjesën më të madhe edhe kur nuk bashkëpunojnë me njëri tjetrin, kanë arritur që të rekrutojnë 10 vajza të huaja kryesisht nga vendet latine, qoftë nga Kolumbia, nga Brazili, por tashme vitin e fundit kthyer edhe një fenomen dhe nga vajzat aziatike, si nga Vietnami, Tajlanda, Filipinet e të tjerë, të cilët shfrytëzohen për prostituta në Shqipëri, madje duke ngritur le të themi disa qendra masazhi të kamufluara si vatra prostitucioni dhe në zemër të Tiranës, pranë në disa zona të lakmuara të kryeqytetit. Megjithatë, janë disa hetime të cilët kanë arritur ose le të themi në këtë pikë fal hetimeve dhe goditjeve të disa rasteve të mëparshme ku janë gjetur komunikime të vazhdueshme për mënyrën se si rekrutohen këto vajzat. Janë në fokus të hetimeve të policisë dhe disa ndjes agjenci punësimi për mënyrën se si këto vajza pra arrin që të marrin leje punësimi në Shqipëri fiktive, ku më pas shfrytëzohen si prostituta, ku drejt shumave të parave të cilet pra tutorët e tyre kuptohet u japin vajzave të reja dhe më pas të fundit e kanë shumë të vështirë shkputjen nga aktiviteti kriminal të cilet ushtrojnë në Shqipëri. Vitet e fundit ka patur dhe vajza të shtuara dhe nga shteti Ukrainës për shkak të luftës, ku kanë ardhur mjaft vajza të reja të cilët janë rekrutuar si prostituta në Shqipëri. Megjithatë, agjencitë të cilet po monitorohen nga antitrafiqet e Tiranës janë në fokus jo vetëm për lejën e qendrimit, por edhe për kontratën e punës. Pra janë disa kriterë të forta që policia kufitare, për departamenti i policisë kufitare dhe Ministria e Brendshme ka vendosur për mënyrën se si një person i huaj duhet të pajiset me leje qendrimi në Shqipëri, jo vetëm kontratën e shtëpisë ku ai do të banojë, kontratën e punës, por dhe arsyen për të cilën ai vjen për qëllimin e punës në Shqipëri. Megjithatë, të gjitha këto dokumente duket se janë falsifikuar pikërisht nga agjencitë e punësimit. Kjo ngelet për të verifikuar dhe për të faktuar konkretisht nga antitrafiqet e Tiranës. Janë të paktën 10 vajza të cilët po monitoron fal mesazheve të tyre. Një tjetër gjë që bie në sy janë dhe faqet online të cilët kanë ndihmuar policinë dhe antitrafiqet në hetime deri në këtë fazë që ndodhen në bashkëpunim me Prokurorinë e Tiranës, faqet të cilet kanë reklamuar vajzat, por dhe shumën ku një klient pra duhet të paguaj në varësi të shërbimeve që ofrojnë vajzat. Megjithatë, kjo ngelet për të verifikuar në bashkëpunim dhe me krimin kibernetik, pasi janë le të themi janë ndjekur hap pas hapi të gjitha procedurat ligjore të policisë, duke arritur të identifikojnë disa vatra të cilat ende policia po i monitoron dhe pret le të themi momentin për goditjen për shkak të pamundësisë së mbledhjes së provave deri në këtë momente. Ajo që bie në sy ose le të themi një tjetër detaj i rëndësishëm janë dhe vajzat të ekranit ose le të themi vajza të cilat shpeshherë reklamohen në rrjetet sociale si blogger apo dhe me profesione të ndryshme në rrjetet sociale, të cilët duket se janë të përfshirë në këtë skema. Kjo ngelet për të verifikuar dhe për të provuar nga policia e Tiranës. Po në fakt ka qenë një nga çështjet që edhe është diskutuar shumë së fundmi e Sido, që ka një kamuflim le të themi dhe shpeshherë duhet ketë një hetime dhe për kostot e larta ndoshta që reklamohen në rrjetet sociale. Nuk e di nëse kanë nisur hetime të tilla. Në fakt ka nisur hetimet e tilla, jo vetëm për faqet online të cilet reklamohen vajza të reja, ku çmimi i tyre arrin deri në 1000 euro për shërbime seksuale të cilet ato ofrojnë, duke variuar me çmime të ndryshme nga 100, por ka edhe çmimi deri në 1000 euro. Megjithatë, krahas këtyre janë dhe personazhe të njohur të rrjeteve sociale në Shqipëri, të cilët kamuflohen në biznese të ndryshme ose le të themi si blogerë të njohur në zhargonin e përditshëm, por që kanë lidhje të drejtë për drejta me aktivitetin e prostitucionit. Megjithatë, kjo ngelet për të provuar konkretisht nga antitrafiqet e Tiranës, dhe në këtë moment janë fazë hetimi dhe priten le të themi një veprime të mëtejshme nga policia por dhe nga prokuroria e rrethit.
Fundit e si do shta përpara se ta përmbyllim, nisur edhe nga aksionet e shumta të policisë, nga le themi bllokimi i këtyre shtëpive të famshme Airbnb ku shërben si rezidenca në shumicën e rasteve të këtyre vajzave. Çfarë po ndodh, pse ka filluar të jetë kaq i lakmuar tregu shqiptar, ndoshta për shkak të turizmit, nga preferencat le themi të brendshme të qytetarëve shqiptar, e cila është arsyeja e vërtetë le themi e këtij grumbullimit të madh të numrit të vajzave? Po, Flori, të paktën deri në 2 vitet më përpara kanë qenë qenat e masazhit kryesisht le themi kamuflimi kryesor i aktivitetit të prostitucionit, por kohët e fundit janë kthyer në një shqetësim dhe banesat me Airbnb. Në pjesën më të madhe të rasteve pronarët të ligjshëm të këtyre banesave nuk janë në dieni të aktivitetit që ushtrohet tek banesat e tyre të dhëna me qira, për shkak sepse fshihen persona të tjerë, të cilët i marrin me qira dhe i shfrytëzojnë si Airbnb pra me pagesa ditore. Pikërisht le themi banesat shpërndarë në disa zona të kryeqytetit, qoftë në lagjet periferike, por dhe në zemër të Tiranës, po përdoren si aktivitet ose si vend ku ushtrohet prostitucioni. Jo vetëm rastet e rritjes së turizmit, por dhe prurjet le themi dhe rekrutimet e ndryshme nga vendet e ndryshme, kryesisht nga Amerika Latine, por dhe vendet aziatike, duket se kanë sjellë një shtim të fenomenit të prostitucionit në Shqipëri. Faleminderit Sido për këtë raportim të drejtë për drejtë dhe gjitha informacionet Faleminderit Sido, punë të mbarë.